Pavarësisht vendit se ku ndodhem unë tani, kjo video nuk ka të bëjë me futboll. E as me tifozeri. Ka të bëjë me diçka që është shumë më e madhe se sa vetëm dashuria për sport. Me diçka që për disa është krenari. Ka të bëjë me identitetin, ka të bëjë me kulturën, ka të bëjë me ballistët. Ballistët janë tifogrupi që përkrahin ekipin e qytetit të Tetovës, Shkëndijën. Ajo që është e veçantë është se ballistët janë shumë më shumë se sa vetëm një tifogrup. Nëse ju e vizitoni Tetovën, nuk do të gjeni asnjë fëmijë, burr, djalë që nuk do ju thotë se unë jam ballist. Dhe pavarësisht kushteve të këqija apo të mira, në ditë me diell, ditë me shi, ditë pune apo fundjavë, të gjithë tetovarët mlidhen dhe një zëri këndojnë. Dhe këngët që ata këndojnë, parola dhe koreografi që ata shfaqin janë një spektakël për të mos u humbur. Dhe le të jetë ky spektakël një arsye sepse ju duhet të vizitoni Tetovën.